besojnë se do ta zgjuajnë opinionin, qoftë në pushteti vendor, qoftë në atë qendror, me qëllim që këto kërkesa minimale që ka krahina e Gorishtit të realizohen ashtu siç janë parashtruar. Unë mendoj që Gorishti nuk është një krahinë e humbur. Është një krahinë e madhe që flën mbi Flori. Edhe ne nuk duhet të rrim të qetë kur na shfrytëzojnë të tjerët, sepse Shqipëria gjithmonë është shfrytëzuar. Ashtu siç bëri një herë në para luftës dytë botërore, shfrytëzonin sërën e Selenizës, shtroshin rrugët e Parisit, edhe Shqipëria ishte në baltë. Po e njëjta gjë po ndodhe këtu 60 vjet. Neve kemi ministrin Arben Ahmetaj. Duhet ta keqjuar rrugën të Shkëmbit e i ka lidhur Jati. Jo, do ta kërkojmë ne deri këtu. Po kemi për shembull atë Konstantini i tha Avniu. E ka shumë të tjerë, ka Sirot Binaj. E shumë të tjerë që janë intelektual, sepse mund të zgjedhësh një përfaqësi, po varesh çfarë përfaqësie zgjedh. E para jon duhet jetë një bashkimi dhe vllazërimi jon. Uniteti më i fortë i shoqatës së Gorrishtit. Dhe pasandaj do shtrojmë kërkesat njëra pas tjetrës, të zgjedhim dhe kryesin ton, të zgjedhim edhe përfaqësuesit, edhe të japim dorën vëllezërve tanë, sidomos vëllezërve tanë gorrishot, që të kemi dhe në nderin të kemi një përfaqësi në bashkia, në kudo në parlament apo, se kemi djem gorrishot plot. Keni marrë vesh për atë, i merr Tomorin, një nga racionalizatorët më të mirë. Po e kërkon bota me Flori, po e kërkon që ta marrë ta bëj të tij. Përse? Po ja që ka trurin. Po ne nuk i afrojmë këta njerëz. Prandaj mendimi im është që tani si qemi, shokët të punojnë të krijojnë një kryesi dhe një përfaqësi sa më të mirë. I nderuar zoti kryeministër Edi Rama, na gëzon shpirti kur shikojmë Vlorën dhe Shqipërinë. Por neve na duket vetja si luli vocër, vetëm për 7 kilometra rrugë. Të ftojmë të vish të shikosh me sytë tu këtë gjendje që jemi neve. Ne nuk jemi të revoltuar, ne kemi një kërkesë. Kërkesa jonë të zgjedhet për 7-8 kilometra rrugë që ankohet një popull i tërë. Nderuar, jemi mirëfilli brenda traditës së shqiptarisë. Jemi mirëfilli në traditën dhe zakonin shqiptar, atje ku kuvendi i burrave merrte vendime të rëndësishme. Vetëm në Gorrisht pata mundësinë të shoh një kuvend burrash që mblidhen për kërkesat që ata kanë. Por ajo që të bën përshtypje është fakti që kërkesa e këtyre njerëzve, megjithse kanë nevoja të shumta ekonomike dhe sociale, kanë nevoja të shumta për infrastrukturë. Ta njerëz kërkojnë atë që është minimalja, ndoshta atë që kërkohej 30 vjet më parë me protesta dhe me revolucione. Dhe këta njerëz kanë 30 vjet. Kërkojnë vetëm rrugë, 15 kilometra rrugë, në mënyrë që jeta e këtyre banorëve të rimarë gjallërinë dhe të rimarë formën e një jetese normale. Zoti kryeministër, eja në Gorrisht, eja të shijosh buk dhe krip dhe zemër dhe mirësinë e gorrishtjotëve, po eja të shijosh dhe rrugën. Me mirësi dhe zemër gorrishtjotët të presin, me rrugë brenda mundësive. Për televizionin Apollon, Gentian Banaj. Ritur me ato tradita për ty në më merë mali, të pi ujnë ato guraj, ku lëshon qikas të rali. Ritur me ato tradita për ty në më merë mali, të pi ujnë ato guraj. Më pas ne shkuam edhe në qendrat e tjera të banuara, dhe kryesisht në fshatin Rexhepaj, e cila dikur ishte qendra e disa fshatrave.
një qendër e zhvilluar me farmaci, qendër mjekësore, vatër kulture dhe zyra administrative. Sot shohim vetëm lapidarin të gjymtuar dhe gërmadhat e këtyre lagjeve që heshtin dhe vajtojnë pritjen e njerëzve, të cilët edhe sot e kësaj dite nuk duken. Duke zbritur në përshtigjet të vështira rruge, u ndalëm tek një rap në Rexhepaj me një mosh 400 vjeçare, i cili në rrënjët e tij mbart gjithashtu një legjend. Zoti Avni na e tregon me mall këtë legjend, të cilin ja tregonin prindrit dhe gjyshërit e tij. Fshati Rexhepaj jemi në lagjen Kushtaj. Lagjen Kushtaj të fshatit e Rexhepaj. Kjo është pothuajse një lagje e braktisur apo ja? Po, kjo është një lagje e braktisur. Kjo ka qenë 20 e ca shtëpi në atë kohë. Po këtu shikoj një rap duhet të jetë i lashtë. Ky rapi është mbi 400 vjeçar. Stërgjyshit tanë na kanë shpjeguar se këtu ka qenë një qez me ujë, po tash ujë është paksuar dhe nuk ka fare. Dhe në atë kohë piknin bukët këtu dhe ngulin një hozhok, si thoshim në gjuhën fshatare që në atë kohë që përcjellnin shkarpën e zjarrit. E nguli këtu, po me që ishte ujtë këtu, diu ky rap. Dhe ky është mbi 400 vjeçar kështu. Dhe thuhet nga gojdhëna që po të presësh një deg nga ky rapi, njeriu pson probleme. Ose do çmendet, ose do mundet edhe të vdes. Dhe ky rap, nga kjo mund jetë edhe një legjend. Por ky rap prandaj ka jetuar ka gjatë, sepse ky nuk vë njeri sopat, por bie thyet vetë ashtu si i shtyr ajo. Kështu. Ky është rapi më i madh mund të jetë më i madh edhe në gjithë krainën. Në krainën edhe më tej. Më merë mali të pi ujnë ato guraj, ku lëshon qikas të... Në fund të gjithë këtij udhëtimi zbritëm Buzvjosës, aty ku historikisht ka jetuar në breza Avniu dhe të parët e tij. Ai flet me kompetencë për zhvillimet bujqësore të zonës, ndaj edhe këtu kujdeset për prodhimet e tij. Por vështirësinë më të madhe ja sjell rruga. Ajo rrugë 14 kilometra deri në Vllahin, që është bërë dhe kryefjala e jetës së këtyre banorëve. La bëri moje pa shoqe, faqe pare historisë. Unë ju falënderoj juve. Dhe lodhja është e vërtet, sepse unë e ka bën me mira erë këtë rrugë, por tani për vetë moshën që kam, është e vërtet jam ndodhur jashtë masë. Aty pash edhe lodhjen tuaj si gazetar, që edhe unë desha ju falënderoj fillimisht për këtë kontribut që më dhatë sot, duke lëvizur në krahinë të vështirë. Jeni një gazetar dhe një djalë i shkëlqyer. Ju falënderoj shumë. Realisht, problemin e kisha një obligim, kisha një detyrim për bashkëfshatarët e mi. Sepse unë kam folur shumë, më kam premtuar shumë për të bërë disa gjëra për krahinën tonë, për të zonën tonë, këto 30 vite të parë. Dhe prandaj i mlodha përfaqësinë e Korrishtit kuvendore dhe i falënderoj dhe gjithashtu edhe ata, për arsye sepse që në ferin feminin këtu
ku më shikoni ju në këtë tokën time, në këto rrugët që kemi kaluar sot, atëre në atë periudhë ndjeja aromën e pyllit, cicërimin e zogjve, pyjet ishin të mëdhenj, ajri shumë i pastër. Rrugët ishin të ngushta, por të pastra dhe shumë të këndshme për të kaluar. Kurse sot ju i pat vetë si ishin këta ndisë. As pyje, as një gjellë. Në një zonë e braktisur edhe në atë kohë më kujtoshin edhe njerëzit e mi, fisi im aty, ishin gjyshrit e mi, gjyshe, të cilët mund përmës disa, por do ngeket hadri edhe tjerve, mund përmës disa, gjyshin tim, Qerqizllane, as Dimetën, ishte dhe Agaj i fshatit aty, ishte Riabën i Alim Rakipit, Nuri Shakën, ishte i nipi i Alim Rakipit, komandantit qetës, Bariam Nureddini, e shumë të tjerë. Po si këta, kanë dhe lagje dhe fiset e tjera të Gorrizhit, burrat më shumë e të zgjuar, të shkëlqyer. Po të marrë etapën tjetër, të dytën, kur unë fillova të punoj e të drejtoj këtu në këtë krajinë, kjo pati përmirësime, jashtë zakonshme shumë. U kriju në bujësi të mos përsërisim, u zhvillua shumë bujësia, u zhvillua shumë blegëria, këto probleme social-ekonomike u rregulluan mirë, sepse për vetë faktin që ardhja e naftës këtu ne na krijoi mundësi ekonomike edhe infrastrukturë, si që thashë edhe në atë. Por këto 30 vite, mos ta zgjas, ne kemi parë e kemi kaluar vështirësitë jashtëzakonshme. Krajina jonë është e uzurpuar. Këta uzurpator janë pushtetet që kemi patur ne për këto 30 vjetë. Të djatët, po edhe të majtë. Që po vim deri këtu në këto ditë. Për vetë faktin sepse ne, jo vetëm prodhimin e naftës që e morën, e shpërtoruan në firma të ndryshme, e të voj që kanë ardhur këtu, por edhe fuqia punëtore nga që ishte që unë mos përsërisë një atje, tu kanë ngelu rreth 200 punëtorë tani. Ka ju bëj një thirrje deputetit të zonës. Është i dyti deputet duke nga Konstantin Hoxha që ishte biri ynë i fshatit që ka dhënë kontribute, dhe ky kur erdhi veshi çizme, ka bërë 20 kilometra nga Pushkaraku deri në Selenis, ku ka parë basenet e lumit Vjos që ku kanë gryere, ku s'kanë gryere, plus probleme dhe hallet e fshatit. Por shikoj që këto 2 vitet e fundit, shikoj kam si vredje, Zoti Mundet, dhe shikoj që kursin e ka ndryshuar pak të krajinën tonë, duhet ta drejtoj atje ku e kishte në të. I bëj thirrje po kështu edhe kryetarit të Bashkisë Selenisë. Edhe ky rrjedh në një familje besnikësh dhe shtetarësh të nderuar. Por nësa shikoj, duhet jetë si pararësit e ti, jo kështu, i fjetur aty në punën e tij. I bëj thirrje të madhe Zotit Edi Rama, kryetarit të shtetit shqiptar. I bëj thirrje kryeministrit tonë, sepse unë ashtu si që thashe e fillim, kam mbështetur dhe mbështesë majtë dhe u kam folur kësaj krajine. Por unë të gjim të takon që të lëvis për arsye të rrugëve dhe shkatërimit që është bërë këtu, ku e të bëj 80 km nga këtu ku jam unë, e t'i bje autostradës e dhe të Vlorë, kur unë nga këtu deri në Vlorë jam 29 km. I lutem shumë kryeministrit të mos na zhgënjej për krajinën tonë. Na i bëj ato 15 km rrugë, të hejt një sa do pak në një më, edhe na fuse dhe ne në rangun e vlonjakëve të tjerë, fshatrave të tjerë. Ju falenderoj juve, Gentian, edhe njërë si gazetar, dhe djali shkëpyer,
Po kështu falenderoj edhe presidentin tuaj, të nderuar, i cili më mirëpriti dhe me pak kontribute më bëri që edhe unë të dalë atje para fshatarëve dhe krajinës time të jepet kjo pranimi. Falenderoj shumë. Radio Vlora 101.9 MHz. Radio